Horoskopi ditor e premte 27 qershor 2025. Horoskopi ditor i dashit 27 qershor 2025. Dashi, dita e re ju fton të përqafoni ndryshimin me krah hapur. Hëna sot rreshtohet me Marsin, duke ndezur një shkëndijë entuziazmi dhe guximi. Kanalizoni këtë energji në iniciativa personale dhe projekte që kërkojnë një qasje të guximshme. Komunikimi rrjedh lehtë, duke nxitur lidhje më të forta si në marrëdhëniet personale, ashtu edhe në ato profesionale. Megjithatë, ndikimi i Mërkurit nxit kujdes në vendimmarrje. Merrni një moment për të reflektuar para se të përgjigjeni ofertave ose sfidave. Yjet sugjerojnë që të dëgjuarit më shumë se sa të folurit rrit mirëkuptimin dhe ndërton besimin. Çështjet financiare përfitojnë nga përmbajtja. Përqendrohuni në stabilitetin afatgjatë sesa në fitimet afatshkurtra. Emocionalisht, është një ditë për ndershmëri me veten dhe të tjerët, duke nxitur rritjen emocionale dhe duke sqaruar keqkuptimet e kaluara. Ndërsa dita po mbaron, merrni në konsiderat të kaloni kohë jashtë ose të angazhoheni në aktivitete që rivendosin ekuilibrin tuaj të brendshëm. Yjet i buzëqeshin dashit i cili me guxim hyn në një kapitull të ri, duke përqafuar ndryshimet si mundësi për rritje. Horoskopi ditor i Demit, 27 qershor 2025. Demi, yjet ju ftojnë për një ditë vetë analize dhe kreativiteti. Me Venusin në harmoni me Neptunin, energjia juaj krijuese po rrjedh. Ky konfigurim kozmik ju inkurajon të zhyteni në projekte që kërkojnë imagjinat, qoftë duke ridekoruar hapësirën tuaj apo duke u zhytur në një ndjekje artistike. Lejoni që kreativiteti juaj të marrë drejtimin. Financiarisht, ekziston nevoja për të rishikuar shpenzimet tuaja pasi mund të shfaqen fatura të papritura. Praktikimi i menaxhimit të buxhetit mund të ndihmojë në lehtësimin e stresit të mundshëm. Në marrëdhënie, ndikimi i butë i Venusit ushqen ngrohtësi dhe lidhje. Ndani ëndra dhe ambicjet tuaja me një të dashur për të forcuar lidhjet. Profesionalisht, dita favorizon bashkëpunimin dhe përpjekjet në ekip. Mbani linja të hapura komunikimi me kolegët. Sidoqoftë, keni kujdes të mos merrni shumë përsipër në të njëjtën kohë. Ekuilibri është çelësi. Ndërsa afrohet mbrëmja, merruni me një hobi ose aktivitet të kohës së lirë që sjell gëzim dhe relaksim. Yjet premtojnë një ditë të përmbushur kur të besoni instinkteve tuaja dhe të ushqeni anën tuaj artistike. Horoskopi ditor i binjakëve, 27 qershor 2025. Binjakët, parashikimi qiellor nxjerr në pa një ditë të pjekur për komunikim dhe rrjedhëzim. Me Merkurin, planetin tuaj sundues, që bashkëvepron në mënyrë të favorshme me Uranin, prisni biseda stimuluese dhe lajme të papritura. Kjo është koha e përsosur për të hedhur ide ose për të eksploruar bashkëpunime të reja. Përqafoni spontanitetin që ju vjen. Megjithatë, sigurohuni që fjalët tuaja të mos i tejkalojnë mendimet tuaja. Kontrolloni 2 herë komunikimet për të shmangur keqkuptimet. Financiarisht, një qasje e kujdesshme është e mençur pasi shpenzimet mund të lindin papritur. Në marrëdhënie, yjet favorizojnë biseda të sinqerta, duke sjellë qartësi dhe duke zgjidhur çështje të mbetura. Ndani atë që keni në mendje me miq ose partner të besuar. Profesionalisht, jeni në një pozicion për të bërë përshtypje. Përshtatshmëria juaj shkëlqen në mjediset në grup, duke ju bërë një lojtar të vlefshëm të ekipit. Mos harroni të balanconi punën me pushimin për të shmangur lodhjen. Ndërsa dita përfundon, relaksohuni me aktivitete të lehta që nxisin gëzimin. Kozmosi ju inkurajon ta kapni ditën me një mendje të hapur dhe një dëshirë për lidhje. Horoskopi ditor i Gafores, 27 qershor 2025. Gafore, yjet kërkojnë kujdesi për veten ashtu edhe për ata përreth jush. Me hënën që hedh një shkëlqim të qetë mbi shenjën tuaj, emocionet janë në plan të parë. Dita e sotme është ideale për thellimin e lidhjeve emocionale dhe riparimin e marrëdhënieve të tendosura. Dëgjoni intuitën tuaj kur komunikoni me të dashurit. Profesionalisht, energjia është më introspektive, duke ju nxitur të reflektoni mbi qëllimet dhe progresin tuaj. Mund të jetë e mençur të kaloni kohë duke riorganizuar detyrat dhe prioritetet. Financiarisht, këshillohet optimizëm i kujdesshëm. Rishikoni buxhetin tuaj për shpenzime të papritura, por mos hezitoni të trajtoni veten me një luks të vogël nëse ai promovon rehati dhe mirëqenie. Kujdesi për veten është thelbësor. Merrni në konsiderat aktivitete që rivendosin paqen tuaj të brendshme, të tilla si një banjë relaksuese ose një shëtitje meditative në natyrë. Deri në mbrëmje, energjia kozmike ndryshon në favor të angazhimeve shoqërore, perfekte për një takim komod.
Dita premton rritje emocionale dhe përmbushje ndërsa ushqeni lidhjet në jetën tuaj personale dhe profesionale. Horoskopi ditor i Luanit, 27 qershor 2025. Luani, dita e re inkurajon shprehjen e guximshme të vetvetes dhe rritjen personale. Dielli rrezaton besim përmes tabelës suaj sot, duke lejuar që cilësitë tuaja të leadershipit dhe karizma të shkëlqejnë. Përdoreni këtë energji për të trajtuar projekte të rëndësishme dhe për të frymëzuar të tjerët me vizionin tuaj. Profesionalisht, dita paraqet mundësi për përparim, veçanërisht në fushat krijuese ku talentet tuaja mund të jenë në qendër të vëmendjes. Megjithatë, ndikimi i Marsit sugjeron të jeni të vetëdijshëm për impulsivitetin, veçanërisht në çështjet financiare. Shmangni bërjen e investimeve ose blerjeve të nxituara dhe në vend të kësaj, zgjidhni vendime të informuara. Në jetën tuaj personale, yjet favorizojnë rilidhjet dhe ribashkimet. Vlerësimi i kohës me të dashurit hedh themelet për marrëdhënie më të forta. Mos harroni të përfshini gjallëri dhe ngrohtësi në ndërveprimet tuaja. Ndërsa bie mbrëmja, shijoni aktivitete të kohës së lirë që sjellin gëzim dhe të qeshura. Reflektimi mbi arritjet tuaja sot mund të rrizë besimin tuaj dhe t'ju përgatisë për përpjekjet e ardhshme. Kozmosi e nxit Luanin të përqafojë vëmendjen dhe të udhëheqë me zemër dhe vizion. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 27 qershor 2025. Virgjëresha, universi nxit një fokus në organizim dhe efikasitet. Me Merkurin të rreshtuar në mënyrë të favorshme me Saturnin, mendja juaj është e mprehtë dhe orientuar drejt detajeve. Është një ditë e shkëlqyer për të përballur me detyra komplekse dhe për të përmirësuar produktivitetin personal. Përdoreni këtë energji për të planifikuar projekte të ardhshme ose për të riorganizuar hapësirën tuaj të punës. Komunikimi i qartë është thelbësor sot, veçanërisht në mjediset profesionale ku saktësia ka rëndësi. Jini të kujdesshëm me vendimet financiare. Një qasje konservatore mund të mbrojë burimet. Në jetën tuaj personale, marrëdhëniet përfitojnë nga natyra juaj e vëmendshme. Dëgjoni në mënyrë aktive të dashurit dhe ofroni mbështetje, duke nxitur lidhje më të forta. Yjet sugjerojnë t'i kushtoni kohë aktiviteteve të kujdesit për veten që rifreskojnë shpirtin, të tilla si yoga ose shkrimi i një ditari. Ndërsa dita përparon, kënaquni me aktivitete që stimulojnë intelektin tuaj dhe ofrojnë relaksim. Angazhimi me një libër të mirë ose eksplorimi i një hobi të ri mund të ofrojë një fund të kënaqshëm të ditës. Përqafoni potencialin e ditës me fokus të qetë dhe mençuri praktike. Horoskopi ditor i Peshores, 27 qershor 2025. Peshorja, dita e re sjell një kujtesë të butë për të gjetur ekuilibër midis dëshirave personale dhe nevojave kolektive. Venusi, planeti juaj sundues, inkurajon harmoninë dhe bashkëpunimin. Është një ditë e mrekullueshme për aktivitete shoqërore dhe projekte bashkëpunuese. Aftësitë tuaja diplomatike shkëlqejnë, duke ndihmuar në zgjidhjen e konflikteve dhe duke nxitur marrëdhënie pozitive. Profesionalisht shfrytëzoni mundësitë për punë ekipore, por keni kujdes nga pavendosmëria që mund të pengojë progresin. Financiarisht, ekuilibri është thelbësor. Vlerësoni modelet tuaja të shpenzimeve dhe merrni në konsiderat rregullimet aty ku është e nevojshme. Në marrëdhënie, shprehja e vlerësimit mund të forcojë lidhjet, duke i bërë të dashurit të ndihen të vlerësuar. Energjia kozmike favorizon qetësinë dhe relaksimin. Prandaj merrni në konsiderat t'i kushtoni kohë aktiviteteve krijuese që sjellin paqe, siç është piktura ose muzika. Angazhohuni në aktivitete që rivendosin qetësinë e brendshme, ndoshta përmes meditimit ose një vizite në një mjedis të qetë. Mbrëmja është perfekte për takime intime ose vetmi paqësore për të reflektuar mbi rritjen personale. Yjet inkurajojnë përshtatjen ndaj ndryshimeve me hir, duke siguruar një ditë të përmbushur dhe harmonike. Horoskopi ditor i Akrepit, 27 qershor 2025. Akrep, je i thirrur të përqafosh transformimin dhe të shfrytëzosh fuqinë tënde të brendshme. Me Marsin që ndikon në shenjën tënde, energjia dhe vendosmëria rriten, duke e bërë këtë një ditë ideale për të ndjekur qëllimet personale me energji. Profesionalisht, shfrytëzoje këtë energji të vendosur për të çuar përpara projektet dhe për të pohuar aftësitë tua udhëheqëse. Megjithatë, ruaj vetëdijen për intensitetin emocional. Sigurohu që pasioni të mos ndërrohet në agresion. Financiarisht, planifikimi strategjik shpërblehet, duke e bërë atë një ditë të mirë për investime afagjata ose rivlerësim të qëllimeve financiare. Në marrëdhënie, ndershmëria dhe transparenca janë thelbësore. Komunikimi i hapur sqaron keqkuptimet dhe thellon besimin.
Yjet sugjerojnë introspeksionin. Eksploroni emocionet tuaja më të thella dhe kërkoni mirëkuptim përmes meditimit ose shkrimit në ditar. Mbrëmja ofron potencial për biseda intensive dhe kuptimplote me ata që u besoni. Kushtojini kohë aktiviteteve që nxisin transformimin personal dhe ushqejnë shpirtin tuaj. Kozmosi mbështet udhëtimin tuaj drejt fuqizimit dhe shprehjes autentike, duke nxitur akrepin të përdor depërtimin dhe forcën për të evoluar. Horoskopi ditor i Shigjetarit, 27 qershor 2025. Shigjetari, universi inkurajon eksplorimin dhe të mësuarit. Me Jupiterin që favorizon zgjerimin, është një ditë e shkëlqyer për të kërkuar njohuri të reja ose për të nisur një aventurë të re. Profesionalisht, mundësitë për rritje dhe përmirësim të aftësive janë të shumta. Konsideroni regjistrimin në një kurs ose pjesëmarrjen në një seminar që zgjeron horizontet tuaja. Rrjedhëzimi mund të çojë në lidhje të dobishme që përputhen me qëllimet tuaja. Financiarisht, yjet këshillojnë optimizëm të kujdesshëm. Buxhetoni me kujdes, por qëndroni të hapur ndaj investimeve premtuese. Në marrëdhënie, shpirti juaj aventuresk frymëzon të tjerët, por mos harroni të balanconi entuziazmin tuaj me mirëkuptimin. Angazhohuni në aktivitete që nxisin lidhje të thella, siç janë hobi të përbashkëta. Yjet rekomandojnë t'i kushtoni kohë reflektimit personal dhe rritjes shpirtërore. Udhëtimi, edhe nëse është vetëm një aratisje e shkurtër, mund t'ju rigjallërojë shpirtin. Ndërsa mbrëmja zbret, relaksohuni me diskutime filozofike ose eksplorim të kulturave të reja. Kozmosi inkurajon shigjetarin të përqafojë mundësitë e pakufizuara të ditës, duke ushqyer kuriozitetin dhe mençurinë. Horoskopi ditor i Briciapit, 27 qershor 2025. Briciap, ju nxit të përqendroheni në qëllime dhe strategji afatgjata. Me Saturnin që thekson përgjegjësinë dhe strukturën, sot është ideale për planifikim dhe organizim. Profesionalisht, është një moment i dobishëm për të hedhur themelet për projektet e ardhshme, duke u siguruar që të gjithë komponentët të adresohen në mënyrë metodike. Financiarisht, menaxhimi i kujdesshëm dhe buxhetimi i detajuar do t'ju shërbejnë mirë, duke theksuar rëndësinë e qëndrueshmërisë. Në marrëdhënie, kjo qasje e strukturuar mund të nxjisë stabilitetin. Megjithatë, komunikimi i hapur është qelësi, shprehni ndjenjat tuaja për të parandaluar keqkuptimet. Yjet inkurajojnë vëmendjen ndaj mirëqenies. Merrni në konsiderat integrimin e rutinave të shëndetshme si ushtrimet ose relaksimi i udhëhequr në ditën tuaj. Ndërsa afrohet mbrëmja, lidhja me natyrën mund të ofrojë një ndjenjë paqeje dhe mbështetjeje. Reflektoni mbi aspiratat personale dhe se si ato përputhen me rrugën tuaj më të gjerë të jetës. Udhëzimi qiellor sot e fuqizon Briciapin të shfrytëzojë disiplinën, duke siguruar rritje dhe sukses në të gjitha aspektet e jetës. Besoni në ndjekjen e zellshme të objektivave dhe mbani angazhim të palëkundur. Horoskopi ditor i Ujorit, 27 qershor 2025. Ujori, yjet ndezin natyrën tuaj shpikse dhe të menduarit përpara. Urani, planeti juaj sundues, nxjerr në pa origjinalitetin dhe frymëzimin. Profesionalisht, kjo është një ditë për të inovuar dhe për të eksploruar metoda të reja. Ndani ide me kolegët, pasi përpjekjet bashkëpunuese mund të çojnë në zgjidhje inovative. Financiarisht, shmangni rrugët konvencionale. Merrni në konsiderat mundësi unike investimi që përputhen me vizionet afatgjata. Në marrëdhënie, mendja juaj e hapur fton biseda stimuluese që rrisin lidhjet. Jini të vëmendshëm ndaj të dashurve, duke balancuar nevojën tuaj për pavarësi me përvojat e përbashkëta. Kozmosi inkurajon ndjekjet krijuese dhe të menduarit jo konvencional. Angazhohuni në aktivitete që sfidojnë norma tradicionale dhe nxisin rritjen personale. Mbrëmja është ideale për relaksim, ndoshta përmes eksplorimit të muzikës ose teknologjisë së re. Reflektoni mbi aspiratat, duke përdorur njohuritë e fituara për të hartuar kursin tuaj përpara. Universi i bën thirrje ujorit të shfrytëzojë energjinë e inovacionit dhe ndryshimit, duke promovuar përparime personale dhe profesionale përmes veprimit vizionar dhe eksplorimit krijues. Horoskopi ditor i Peshqve, 27 qershor 2025. Peshqit, paraqet një ditë të pjekur për ëndërrim dhe kreativitet, pasi Neptuni ndikon në thellësitë tuaja shpirtërore. Yjet ftojnë introspeksionin, duke ju nxitur të besoni intuitën tuaj. Profesionalisht, natyra juaj empatike mund të krijojë lidhje të reja dhe të frymëzojë projekte bashkëpunuese. Lejoni imagjinatën tuaj të udhëheqë në përpjekjet krijuese, pasi dita e sotme është ideale për ndjekje artistike. Financiarisht, përqafoni praktikën, monitoroni shpenzimet për të ruajtur ekuilibrin.
Në marrëdhënie, qasja juaj e kujdesshme mund të shërojë dhe ushqejë lidhjet. Merrni kohë për të shprehur dëmshuri dhe mirëkuptim ndaj të dashurve, duke thelluar lidhjet emocionale. Dita favorizon relaksimin dhe rigjallërimin. Kënaquni me aktivitete që qetësojnë, të tilla si një shëtitje gjatë pranujit ose meditim. Ndërsa mbrëmja afrohet, reflektoni mbi rritjen personale dhe dëgjoni mençurinë e brendshme. Zhytuni në përpjekje artistike që ofrojnë rehati dhe frymëzim. Universi inkurajon peshqit të përzihen imagjinatën me realitetin, duke përdorur njohuri si ëndra për të lundruar në praktikat e jetës së përditshme. Përqafoni rrjedhën e butë të ditës. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.